Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Kënaqësia jonë dhe nderi jonë është kur kem pjesëtar të artit, njerëz që punojnë sidomos në vende të ndryshme të shqiptarisë. Sot do të kemi Naime Hoxha, është një psikologe dhe specialiste e fushës së psikologjisë së zhvillimit, me një provojë të gjerë akademike dhe profesionale në vlerësimin psikologjik kështu dhe mbështetjen e familjeve të rinje dhe familjarëve. Kështu që me të vërtet, që kemi ratë Prishtinën e bukur atje, si që është Prishtina sot atje? Mirë shumë Prishtina është sot, fatmirësisht ditë me diell, tje patë më gëgja shi, po kthehet vera, mire kemi. Si jeni ju? Mirë, faleminderit, është kënaqësia ime dhe nderi im që sot ta kam pranë me një psikologe, me një bagazh shumë të madh me të vërtetë, edhe ju po punoni shumë, edhe kur po shikojnë që kem pjesëtar të artit e të punës që bëni shumë punë, kur shikojmë bagazhin e ju, me të vërtetë është një bagazh i madh. Kështu që na trego pak kush është Naimja? Po, fillimisht pa folë për vetën, do ashta me ju falenderu për ftesën. Vjen shumë mirë që jam në këtë emision edhe që edhe bashkëdhetarët e mi e krejt shqiptarët kudo që janë edhe që e shikojnë, do ta kenë mundësinë të shohin këtë intervistë dhe do të kenë mundësinë të plasoj informata me vlerë qoftë për punën që e bëjmë në kuadër të projektit Atomiku edhe udhëheqi, po edhe të kuptojnë më mirë ndoshta edhe çka bëjnë Kosovë profesionistët e fushës së psikologjisë. Kush është Naimja? Naimja është fillimisht kryesisht një psikologe, konsideroj që qenit psikologe është goxha pjesë e madhe e identitetit tim, pastaj jam një person i apasionuar pas personave me inteligjencë e jashtëzakonshme ose konkretisht punës me ta. Rrugtimi jam ka qenë me ups and downs, si mund të themin, kuptimin e zhvillimit edhe jetës personale, mirë po fatmirësisht me punë dhe për kushtim kam arritur aty ku kam dashur dhe jam shumë e kënaqur për punën që bëhet në Kosovë dhe për punën që arrita bëj bashkë me nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme dhe me familjet e tyre. Naime, ju jeni një psikologe dhe aktualisht kandidate për PhD në psikologjinë e zhvillimit. Çfarë ju shtyni të zgjeni këtë fushë? Psikologjia për mu ka qenë gjithmonë temë interesante, të themi. Kam pas kurrështje të jashtëzakonshme me kuptu botën njerëzore, me i kuptu njerëzit. Konsideroj që jam person bukur me empati të lartë, i lexoj shumë shpejt sinjalet e të tjerëve, nevojat e të tjerëve dhe kam personalitetin e tillë që synon që t'i adresoj ato dhe të punoj në të mirën e përgjithshme. Pra për mua është shumë e rëndësishme mirëqenia e njerëzve dhe puna ime për të është vërtet diçka që më bën zgjuar vazhdimisht edhe më bën me u zgju me shumë dëshirë çdo mëngjes. Çfarë përfshin puna juaj si një psikologe assessor counselor në autonominë institucionale? Unë në Institutin Atomi kam fillu qysh si një studente e psikologjisë. Instituti Atomi është organizata e vetme në Ballkan që merret me identifikimin dhe përkrajën e personave me inteligjencë e jashtëzakonshme ose siç mund të njihen me termin gifted and talented. Në Kosovë Atomi ekziston prej vitit 2011 ku edhe unë jam bë pjesë dhe hap pas hapi fillimisht kam qenë vlerësuese dhe këshilltare psikologjike ekskluzivisht, pastaj jam bërë edhe trajnere mësimdhënësve dhe psikologëve për këtë fushë dhe aktualisht edhe drejtoj këtë institucion. Puna ime në Institutin Atomi, në këtë organizatë e cila bën punë të jashtëzakonshme në Kosovë dhe jashtë saj, konsiston qoftë me punë profesionale psikologjike, tu nis prej zhvillimit të testimeve intelektuale, zhvillimit të testeve të standardizuara, apo edhe prej ofrimit të shërbimeve psikologjike, për shembull psikoterapisë për ata që mund të kenë nevojë ose kanë vështirësi në adaptim, mirë funksionim, pastaj orientimit në karrierë për nxënësit që janë në atë udhkryqjen dhe nuk dinë çfarë të zgjedhin, mentorim për nxënësit që kanë nevojë për më shumë motivacion dhe stimulim për të vazhduar më para, po edhe psikoedukim dhe ndihmë prindërve dhe mësimdhënësve që punojnë me ta. Kjo pjesa e qenit pastaj udhëheqëse ka normalisht pjesën e saj, kuptimin e përfaqësimit të organizatës në vende të ndryshme, në konferenca, publikimit të punimeve, po edhe tentativës edhe sigurimit të fondeve në mënyrë që mund të funksionojmë baremi në Kosovë.
Me të vërtetë se ne në Shtetet Bashkuara të Amerikës jemi një kohë të gjatë, ka njëherë mundohet që edhe nuk mund t'i shqiptojmë fjalë të mirë për shkak që kemi me gjuhën angleze të mirë dhe me kështu kërkoj dijes. Të shkojmë sa i rëndësishëm është vlerësimi psikologjik dhe intelektual në zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve në vendin tonë Kosovë. Mendoj që pasuria kryesore e vendit tonë gjithmonë ka qenë kapitali njerëzor, pra njerëzit, jo ndonjë pasuri tjetër natyrore, të tjera cilat i kemi në bollok ashtu sa ashtu, mirë po njerëzit janë ajo që bëjnë këtë vend shqiptar të veçantë, prandaj unë mendoj që njerëzit janë aseti kryesor dhe është goxha e rëndësishme që qysh në moshë të hershme të vlerësohet potenciali që të dimë si t'i ndihmojmë secilit, edhe atij që është nën mesatare t'i ofrojmë kushte dhe ambient i cili ndihmon që të arrijë atë rezultat më të mirë me potencialin që ka, e sidomos atyre që janë me inteligjencë jashtëzakonshme, që mos t'i lëmë në mëshirën e fatit, në mëshirën e shkollave dhe mos të humbet komplet populli pa kontributin e tyre. Personat me inteligjencë jashtëzakonshme veçanërisht janë një aset jashtëzakonshëm për secilin vend. Na kemi shumë atomistë, shumë nxënës që ne i përkrahim që kanë vazhdu studimet në Amerikë, në vende ndryshme Evropës dhe megjithatë për shkak se janë identifikuar prej atomit dhe pastaj janë ndihmuar në proceset të ndryshme, ata ende në forma të ndryshme kontribuojnë për atomistët edhe për vendin tonë. Prandaj edhe për prindrit edhe për nxënësit është mirë ta dinë aftësinë e tyre, mënyrë që të mund të punojnë me vetëm, po edhe prindrit punojnë me ata që të nxjerrin më të mirën fillimisht për ta dhe pastaj edhe për interesin e përgjithshëm. Si mund ta kuptojnë prindërit më mirë potencialin dhe nevojën e fëmijëve të tyre? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Shpesh herë prindrit mendojnë që nuk janë shumë të mirë në identifikim, pra mund të thënë, unë mendoj që e kam fëmijën me inteligjencë jashtëzakonshme, po nuk ju duket gjithë prindërve fëmiu i vet ashtu? Përgjigjja është jo, nuk ju duket. Fatmirësisht prindrit janë goxha të mirë në identifikim, pra prindrit e vrejnë shumë mirë fëmijën e tyre, tu e krahasuar edhe me fëmijë të tjerë, po ndoshta edhe me ndonjë fëmijë në familje. Prindrit janë një pjesë kyçe e zhvillimit të fëmijëve të tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme të observojnë për shenjat e para të aftësisë së lartë, ta zëmë nëse keni një fëmijë i cili është në moshën parashkollore, që është ende toddler ose edhe më i vogël, çka është karakteristike është që gjitha fazat zhvillimore ai fëmijë pritet të fillojë më herët ose të kapërcej më shpejt. Ta marr një shembull. Nëse një fëmijë tipik kur fillon të flas, fillon me rrokje, një fëmijë me inteligjencë jashtëzakonshme ndoshta nuk fillon të flas më një herë në moshën e fëmijës tjetër, mirë po kur fillon të flas fillon dhe flet rrjedhshëm. Ose nëse një fëmijë zakonisht fillon dhe hec ashtu zvarr për tokë derisa të mësohet, fëmijët me inteligjencë jashtëzakonshme ndonjëherë i ka përcejnë disa faza dhe mund ta shehni se më shpejt ecin. Kjo njëjtë vlen edhe për fazat e tjera. Ideja është që kur ke inteligjencë jashtëzakonshme, potencial intelektual të jashtëzakonshëm, fazat zhvillimore në secilën fazë të jetës mund të kapërcehen me më lehtësi dhe vrehet një avancim qoftë në të folurit, në ekspresion verbal, qoftë në kurreshtjet apo në pyetjet që janë më të avancuara për moshën që fëmiu i bën. Këto janë vetëm disa prej shenjave që mund t'i vrejmë të fëmijët, edhe më pas do të ishte e rekomandueshme, sidomos në Amerikë, fatmirësisht ka dhe më shumë burime që të bëjnë testime në shkolla, në institucione të akredituara, në mënyrë që ta kuptojmë që fëmia është i tillë dhe t'i ofrojnë shërbimet e nevojshme. Cilat janë ato sfidat më të mëdha psikologjike me të cilat përballen të rinjt sot në vendet tona? Mendoj që ka goxha shumë sfida. Një prej sfidave që mua më shqetëson sinqerisht më shumë si psikologe është mungesa e identitetit të formuar personal. Të rinjt aktualisht përballen me shumë burime të informacionit. Një pjesë të informatave e marrin prej familjes, një pjesë të informatave e marrin prej shoqërisë dhe një pjesë të konsiderueshme të informacionit mund ta marrin edhe nga burime si kur interneti, përmes rrjeteve sociale, filmave e të tjera. E keqja është që nëse këto të gjitha nuk bashkëpunojnë mes vete, azon prindrit me mësimdhënësit dhe prindrit me komunitetin ku jetojnë edhe gjitha mekanizmat e tjerë, e lën një të ri goxha konfuz për rrafshin e vlerave. Çka është më mirë? Çka më thojnë prindrit, mësimdhënësit, komuniteti apo çka shoh në rrjetet sociale? Në atë kuptim mendoj që është shumë e rëndësishme që t'i
kushtojë më shumë vëmendje dhe të bëhet më shumë punë në aktivitete të përbashkëta mes të rinjve, ashtu që një ta gjejnë vetëm brenda një komuniteti me ngjashmëri, dhe tjetra të mund të identifikojnë dhe të zhvillojnë vlerat cilat janë prosociale, që janë pozitive dhe konstruktive për shoqërinë dhe jo vlera që ndoshta mund të na rrezikojnë ose cenojnë mirëqenien si shoqëri. Sa ndikojnë presioni shkollës, familjet dhe shoqërisë në mirëqenien psikologjike të rinjve? Vlerësoj që ndikojnë goxha shumë. Varion prej fëmijët në fëmijë, disa fëmijë janë më të fuqishëm kuptimin e ballafaqimit me presion, mirë po keni parasysh që kur je i ri ose kur je fëmijë, role models ose personat cilët neve na ndikojnë janë pikërisht të rritunit apo jo. Sa më shumë që ne kemi vlerësim për një të rritun, fjala e tij ka peshë më shumë. Na të kuptim, të rriturit ndonjëherë fatkeqësisht ndoshta duke dashur të bëjnë mirë, nuk zgjedhin fjalët adekuate ose janë shumë të drejtë për drejtë në ato që ka thonë, prandaj duhet kushtu shumë kujdes që të arrijmë qëllimet tona si të rritur, në kuptimin e edukimit të rinjve, mirë po me kujdesin që të balancojmë edhe nevojën e tyre për autonomi. Kur je i ri, është shumë normale, është madje domosdoshme që të kalosh nëpër fazën ku ti je duke kërkuar autonominë tënde, sepse pas disa vitesh do të bëhesh vërtet i pavarur. Në atë kuptim, ekziston një ballafaqim apo mes rriturve dhe mes trinjve për kush po fiton, edhe aty mendoj që duhet aplikuar një teknikë që quhet pacing and leading, ku ndonjëherë të riut ja kap dorën dhe veç vazhdon dhe ec me të, e ndonjëherë i riu ka nevojë edhe për më shumë udhëheqje nga një i rritun. Ju keni hulumtuar vetë efikasitetin e mbështetjes sociale dhe mirëqenies psikologjike. Çfarë roli luan në këtë fakt në jetën e një të riut? Unë kam hulumtuar këto variabla së bashku me një kolege nga departamenti i psikologjisë. Na kemi kuptuar që në fakt të personat që kanë vetë efikasitet më të lartë dhe mirëqenie psikologjike, këto si variabla kontribuojnë goxha pozitivisht në përzgjedhjen e profesionit, që është goxha sfidë për të rinjt, apo jo. E kemi kuptuar se nëse një i ri ndihet që është efikas, e gjë e cila mund të promovohet dhe stimulohet edhe prej triturve, duke i dhënë më shumë detyra, duke i dhënë autonomi në kryerje të detyrave dhe ju duke ja bërë detyrat për te, e në anën tjetër edhe kjo pjesa e mirëqenies sociale, mirëqenies psikologjike, që varet prej ndërveprimit me bashkëmoshatarët, një familje të shëndoshë të tjera, shërbejnë si një buffer, pra si një zonë e cila ndihmon që edhe nëse ka stres, nëse ka sfida në përzgjedhjet profesionit, këto të jenë faktor mbrojtës dhe mos ta lejojnë të riun që të ketë vështirësi në atë drejtim. Çfarë mësimi morën nga ndikimi i pandemisë të Covidit të shëndetit psikologjik të rinjve dhe studentëve? Koha e Covidit për Kosovë veçanërisht, po edhe për krejt botën ka qenë periudhë goxha sfiduese, mirë po në kuptimin hulumtues goxha interesante. Ka qenë hera e parë që për gjenerata të tëra kemi pas një situatë të tillë që kemi përjetuar gjithë bota universalisht, dhe në atë kuptim ka qenë shumë interesante të eksplorojmë mënyrë që të parandalojmë në të ardhmen ose edhe të adresojmë pasojat e Covidit, asaj mbylljes së madhe që e përjetuam të gjithë dhe shndrimit të çdo aktiviteti në një aktivitet online, që shi kemi edhe ne të dy tash intervistën, po për shkaqe të tjera normalisht. Pasojat kanë qenë goxha të mëdha në kuptimin e rënjes së interesimit për shkollën, kuptimin e frikës për çka do të ndodhë më tutje, kuptimin e motivacionit të përgjithshëm edhe një ndjenje të disponimit të ulët. Fatmirësisht, hulumtime më vonë, cilët i kanë bërë kolegë të ndryshëm edhe në Kosovë, po edhe në vende tjera të botës, kanë dëshmuar që gradualisht ato pasoja po shkojnë edhe po largohen, mirë po ne ende vrejmë edhe sot pasoja nga Covidi, në kuptimin e si funksionojmë, si i qasim ndoshta njëri tjetrit, madje këto Covid generations që për shembull kanë filluar shkollat në pandemi ose kanë filluar faza kritike të zhvillimit, kanë disa ngjecje cilat kanë nevojë për adresimin tonë si shoqëri. Si mund të dallojnë prindërit shenjat kur një fëmijë ose njeri është më inteligjent të jashtëzakonshme? Si mund ta dallojnë? Disa i përmendëm, tash varet edhe prej moshës në cilën fëmiu është. Shumë shpesh nëse është në shkollë, dhëna shumë të vlefshme janë edhe dhënat e shkollës. Pra shumë shpesh mësimdhënësit kanë me vrejt, kanë me ju thonë,
mendoj që fëmiu ju është me inteligjencë jashtëzakonshme, ose keni me vrejt në testet të standardizuara që bëhen vit pas viti, që rezultatet e fëmijët juaj janë shumë më lartë se sa mesatarja për grup moshën. Pastaj mund ta vreni edhe në diskutimet me të, e thash, pra fëmijët me inteligjencë jashtëzakonshme, të rit me inteligjencë jashtëzakonshme mendojnë në mënyrë shumë më të avancuar, procesojnë informacionin shumë më shpejt, kanë kurreshtje më të lartë, preokupohen shumë për drejtësinë në botë, në kuptimin e çka është fair dhe jo fair, kanë shumë empati të shtuar për botën e kafshëve dhe për problematikat ekzistenciale të shoqërisë, në kuptimin fëmijët në Afrikë janë shumë keq ose ata nuk kanë ujë të tjera, pra i kanë disa preokupime të cilat nuk janë tipike për moshën e tyre, dhe në anën tjetër kanë kurreshtje të lartë akademike dhe zell të madh për të mësuar. Jo do e mos në shkollë, ideja është që shpesh mund gjindem duke eksploru, duke lexuar më shumë, edhe duke kërkuar më shumë sfidë në jetën e tyre. A duhet të ketë më shumë psikolog në shkolla dhe institucionet arsimore në kohën e sodit? Besoj që po, nëse flas për Kosovë, numri i psikologëve në shkolla është larg asaj që është e nevojshme. Ka pas përmirësime viteve të kaluara, mirë po ka shumë më shumë nevojë se sa që aktualisht kemi. Psikologët janë pjesë e domosdoshme e sistemit arsimor. Psikologë shkollor bojnë punë të jashtëzakonshme në parandalimin e problematikave më të mëdha, edhe në adresimin e çështjeve të cilat në një fazë mund të jenë minore dhe fatmirësisht të trajtueshme pa u bërë diçka e cila ndikon jashtëzakonisht shumë në mirëqenien e fëmijëve, kështu që është e domosdoshme që të kemi sa më shumë psikologë, ashtu që të kemi një popullat të shëndetshme psikologjikisht. Si mund të ju ndihmonin nxënësve me aftësi të veçanta dhe potencial të lartë që zhvillojnë më mirë talentin e tyre? Ekzistojnë disa forma si mund të përkrojnë këta fëmijë. Me qysh e thash, në kuadër të institutit Atomi, ideja e ekzistencës së projektit tonë është pikërisht për të bërë këtë. Ne fillimisht të identifikojmë nxënësit me inteligjencë jashtëzakonshme përmes testeve të standardizuara të inteligjencës me norma amerikane dhe britanike, por rezultatet e tyre janë të krahasueshme me ato të amerikanëve dhe të britanezëve, edhe pastaj atyre ofrohen shërbime dhe aktivitete përkrahase, qoftë në mënyrë individuale apo grupore. Ta zëm kanë kampet verore, kanë shkollën plus që është programi i pasurimit i fundjavës me kurse të avancuara, mentorim prej profesionistëve të ndryshëm, qasje në literaturë të avancuar, qasje në punë laboratorike, pastaj këshillim për orientim karrierë, këshillim psikologjik dhe po ashtu edhe mundësim për ndjekje të kurseve të standardizuara TOEFL dhe SAT, për shkak se ato janë shumë të rëndësishme për pranimin në universitete në Amerikë sidomos dhe në Evropë. Pra ne mundohemi, dhe ideja pse mundohemi t'i ofrojmë këto shërbime është sepse këto janë në përputhje me standardet shkencore të nevojshme. Pra në shumicën e shteteve, qoftë edhe në Amerikë, po dhe shtete tjera evropiane, ekzistojnë pak a shumë këto forma të përkrahjes, sepse esenca është që një person me inteligjencë jashtëzakonshme shpesh mund gjykohet që nuk ka nevojë për ndihmë, po janë shumë inteligjent, ja dalin vetë, s'ka problem. E vërteta nuk është ashtu. Mund t'jesh jashtëzakonisht inteligjent dhe megjithatë ke nevojë për ndihmë sepse je i ri, nuk ke informatat mjaftueshme, nuk ke takuar personat e duhur dhe në atë kuptim, sikur dikur që ka vështirësi edhe dikur që ka inteligjencë jashtëzakonshme hyn grupin e atyre personave me nevoja të veçanta ose special needs si quhen në Amerikë. Sa rëndësishme është testi i inteligjencës dhe kujdesi në procesin e zhvillimit të një fëmije? Tejet i rëndësishëm, ndonjëherë debati kryesor me prindrit ose edhe me profesionistë të tjerë është pse më ja bë testin. Nuk ka nevojë, veç e din mundet me u rrit mendja ose mundet me u zhgënjy nëse rezultati nuk është aty që ka prit. Çështja është që dallimet individuale, pra aftësitë tona që në lindje janë të ndryshme. Nuk i kemi shkaktuar ne si njerëz, janë shkaktuar nga natyra e ekzistencës tonë. Në atë kuptim që prej fillimit disa foshtje janë më të avancuara, disa tjera janë më pak të avancuara. Në atë sens është e rëndësishme që të kemi sa më shumë informacion, thjesht me idenë që t'u ofrojmë përkrahjen në mënyrën që atyre ju përshtatet. Pra, le të ketë equity dhe jo equality. Pra, le të ketë mundësi të barabarta, po konform vështirësive dhe nevojave që i kanë, prandaj ditja e inteligjencës është e domosdoshme sepse ja mundson prindërve që të punojnë më mirë me fëmijët e tyre. A ekziston ende një paragjykim ndaj psikologut në shoqërinë tonë?
Fatkeqësisht po, deri në një mos ekziston. Një ndryshim pozitiv kohëve të fundit është që po ekzistojnë edhe platforma online cilat po ofrojnë shërbime psikologjike edhe në Kosovë, dhe çka kemi vretur është që ka shumë persona që ndoshta jetojnë në vende jashtë Kosovës dhe po kërkojnë ndihmë në Kosovë ose prej vendeve zonave të ndryshme në Kosovë për të tejkaluar këtë stigmën. Po, stigma është ende pjesë sfiduese që duhet punuar më shumë, mirë po ka përmirësime sidomos në grup moshat më të reja. Ju si psikologe, çfarë këshilla do t'ju jepni prindërve që shpesh nuk dinë se si të komunikojnë me fëmijët e tyre? Mendoj që dy gjëra janë shumë të rëndësishme. Dëgjimi aktiv dhe prezenca. Kur po them prezenca, nuk po flas për prezencën fizike, po prezencën edhe fizike edhe psikologjike. Shumë shpesh prindrit janë shumë kërkues pa dhënë vetë mjaftueshëm, ose janë shumë kërkues pa kushtuar vëmendje, pa dëgjuar fëmijën e tyre. Prandaj sugjeroj që prindrit provojnë të jenë sa më shumë prezent në jetën e fëmijëve të tyre, aktivisht të mundohen të kalojnë kohë me ta në aktivitete të ndryshme dhe në anën tjetër të provojnë t'i dëgjojnë ata, të jenë dëgjues aktiv dhe të provojnë t'i dëgjojnë ata dhe krejt e fundit të ketë kufi të shëndetshëm mes prindit dhe fëmijët. Pra, nuk është qëllimi që prindit dhe fëmijët janë shok, prindi është prindi dhe fëmiu është fëmiu, megjithatë kjo nuk e përjashton mundësinë që ata të kenë një komunikim i cili është efektiv dhe i cili i lën hapësinë të dyve të kenë perspektivën e tyre, të ndajnë mendimin e tyre dhe të funksionojnë në raport me njëri tjetrin. Si mund të ndërtohet një shoqëri me ndërgjegjshmërinë për rëndësinë e shëndetit psikologjik? Mendoj gradualisht përmes shembujve të mirë. Pra, shumë shpesh një person i cili ka kaluar ndoshta vetë nëpër sfida psikologjike dhe ka kërkuar ndihmë dhe ka fituar ndihmë, është ambasador shumë i mirë për këtë. Prandaj gradualisht përmes shembujve, përmes ndarjes së eksperiencave tona, sfidave që kemi pasur edhe tejkalimit të tyre, ne mund të bëhemi model shumë i mirë edhe mund të dëshmojmë që puna psikoterapeutike ose të shkosh te psikologu janë në fakt gjëja më e guzimshme që dikush mund ta bëjë. Nuk është dobësi, është fuqi, sepse puna me veten kërkon guzim të jashtëzakonshëm. Ju jeni gjithashtu jeni angazhuar në kërkime shkencore. Sa e rëndësishme është që psikologjia të mbështetet në kërkimin dhe provat shkencore? Është e domosdoshme. Dita ditës psikologjia po shkon e po bëhet shumë më shumë e orientuar drejt shkencave sociale në kuptimin e saktësisë së saj, dhe shumica e intervenimeve në psikologji sot, domosdoshmëri të punës e kanë të jenë evidence-based, pra të bazuara në të dhëna. Prandaj, duke parë se shoqëritë po zhvillohen dhe po ndryshojnë shumë, është shumë e rëndësishme që vazhdimisht të kemi sa më shumë të dhëna, në mënyrë që të ofrojmë shërbimet adekuate dhe të ndihmojmë njerëzve që të kalojnë sfidat që kanë. Kjo bëhet vetëm duke pasur informacione të sakta mbi ato. Çfarë roli luan mbështetja sociale në përballimin e vështirësive psikologjike? Mbështetja sociale si tipar ose në fakt si domen social luan rol të jashtëzakonshëm në gjithë jetën tonë. Konsiderohet një prej variablave e cila rrit edhe jetëgjatësinë. Pra, përtej gjitha variablave të tjera, qoftë ushqyerje së shëndetshme ose kujdesit për veten, mbështetja sociale është variabël e cila na e zgjat jetën. Shumë studime e thonë këtë. Në atë kuptim edhe kur je i ri, mbështetja sociale, të qenurit pjesë një grupi, ndjenja e komunitetit edhe ndjenja që kur je duke kaluar ndonjë sfidë, ke një shok, një shoqe që mund të flasësh, është e paqmuar si dobi. Çfarë ju motivon të vazhdoni punën tuaj me fëmijë të rinj me inteligjencë të jashtëzakonshme dhe familjarët e tyre? Fakti që e di që këto mendje janë çka mund ta bëjnë ndryshimin për gjithë ne. Atëherë, cili është vizioni juaj për zhvillimin psikologjik dhe edukimin në Kosovë? Është shumë i gjerë për ta trajtuar përmes një pyetjeje, mirë po unë konsideroj që duhet shumë punë për të rregulluar cilësinë e arsimit. Shumë dhëna fatkeqësisht po na tregojnë që nuk qëndrojmë mirë sa i përket
këtij aspekti, është një problem shumë stresor, mund të them, mirë po çka duhet është punë prej gjithë aktorëve, duhet më shumë bashkëpunim prej nivelit lokal dhe atij nacional, pra më shumë bashkëpunim mes komunave dhe qeverisë, implementim më i mirë i ligjeve, kemi ligje të duhuna, vetëm se nuk kemi implementim adekuat dhe monitorim, edhe më shumë individ të pasionuar për punën e tyre. Më shumë mësimdhënës që e bëjnë punën e tyre me pasion, më shumë psikolog, përgjithsisht më shumë njerëz që zgjedhin të bëjnë atë që duan për te atë që paguan. Para se ta mbyllim, dua një rutinë ditore se si e bën në imje. Ma tjetër, rutina ime ditore, drejtën me thonë deri vonë ka qenë mëngjese hektik, mirë po ka ndryshu fatmirësisht. Rutina ime ditore përfshin zgjimin herët në mëngjes. I marr një 10 minuta veç me pas një kohë me reflektu, me mendu në mëngjes, përgatis pak ushqim, edhe vishem, nisem për punë, ndonjëherë ka kolona, ndonjëherë s'ka kolona. Pastaj e kam kryesisht ditën e mbushur me aktivitete të ndryshme, qoftë takime, qoftë seansa psikoterapike, testime, edhe më pas punës provoj takoj miq, provoj takoj familjar, edhe pjesën tjetër ta kaloj duke u socializuar, duke lexuar edhe duke pushuar. Sot edhe vite, ku do ta shikosh veten? Doja ta shihja veten këtu ku jam, mirë po të zhvilluar edhe më shumë, kuptimin që unë e dua shumë punën që e bëj, dua shumë punën që e bëj me personat me inteligjencë jashtëzakonshme, sepse vërtet konsideroj që është diçka që më përmbush, duke ditur që mund të kem impakt në mendje të tilla të ndritura. Uroj që edhe projektin cilin udhëheqi, edhe nxënësit të rriten edhe më shumë në numër dhe cilësi, edhe të kemi një shoqëri e cila është më e përparuar si rrjetuj e kësaj. Dhe në fund, çfarë mesazhi do t'ju përcjellni të rive dhe prindërve shqiptar dhe të gjithë shqiptarëve anë mban kudo që janë në rrugën toksore? E para, shqiptarët gjithë i kam shumë për zemër, uroj që të qëndrojmë bashkë gjithmonë, të jemi të lidhur ashtu si qysh kemi qenë. Ju dëshiroj gjithëve shumë dashni me njëri tjetrin, respekt, ndërsjellje, edhe shumë punë për ato që duam. Keni vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndonjëherë? Jo, nuk kam qenë ende, përkundër ftesave të shumta. Si e shikoni inteligjencën amerikane me Evropën? Mendoj që goxha mirë qëndron inteligjenca amerikane me Evropën. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e jonja me të vërtet që ishim së bashku edhe besoj që nuk do ta lëm vetëm me këtë herë, do t'ju vëzhgojmë, do të shikojmë punën e juaj dhe suksesin e juaj në vijim. Kështu që ju falenderit shumë dhe mirupafshim dhe mirë dëgjofshim deri herave tjera. Ju falenderoj gjithashtu për ftesën, ishte bisedë shumë e këndshme, uroj të kem arrit me transmetu çka dëshiroj. I ftoj gjithë bashkëdhetarët edhe kur janë në Kosovë nëse dëshirojnë të vizitojnë Atomin, po edhe në anën tjetër nëse dojnë të kuptojnë më shumë për punën tonë, le ta vizitojnë faqen tonë Instituti Atomit dhe të mund të shohin si mund ndoshta të bashkëpunojmë edhe të kontribuojmë për vendin tonë. Kjo ke ai qelsi bukur që e përmbyllë aq bukur. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues, është kënaqësi jone që me të vërtet shqiptarët tonë çdo herë po tregojnë rezultatet e bukura. Mos harroni të na ndjekni në kanalin 39 Noli TV dhe në Nimi TV në kanalin 249. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës.